O ju të ri, kush për ju ka mundësi të martohet, le të martohet. Sot djali i ri, 25 vjet, 26 vjet, fatkeqësisht 30 vjet, po i thu martohet, thotë, ka vakt. Ka vakt për çka? Ka vakt për çka? Çka është ky vakt i cili është për ne? E nuk është kur për ne kur jemi të martuar. Çka është ky vakt i veçantë për mua kur jam beqar dhe nuk është për mua kur jam i martuar? Kët nuk e kuptoj unë. Për çka ka vakt? Ka vakt që ti të marrësh përgjegjësi dhe të hapësh një shtëpi dhe një derë. Ka vakt që ti të krijosh familje dhe të mësohesh të jesh prej atyre të cilët bartin përgjegjësi mbi supet tua. Për këtë duhet me pat vakt. Dhe duhet t'i nxisin tri ton vëllezër, të marrin përgjegjësi dhe përgjegjësia më e madhe e dikujt është që të merr bien e dikujt dhe ta vendos në shtëpinë e tij, ta furnizoj atë, ta mbroj atë, të kujdeset për të, boj familje me të, jeti kujdesshëm ndaj saj, ta doj atë, t'ja respektoj familjen asaj. Kjo është kujdes, kjo është përgjegjësi të cilën duhet ta bartin tri ton. Jo gajlet e dynjas në rrjetet sociale. Jo gajlet e muhallës dhe ati tjetrit. Gajle e trive ton duhet jetë kjo. Si unë të përparojnë në raport me Allahun tim xhellahu ala dhe prej formave më të bukura të avancimit njeriu në raportin e tij me Allahun është që ai të formon familje. Jo rastisht pejgamberi Allahu sallallahu tri vëllezër, bile në transmetim thot Abdullah ibn Mesudi, wa kunna shababa sigar, thot ishim tri të vegjël. Nuk ishim tri burra ka 30 vjet, tri të vegjël. Na tha o ju tri, o ju rinis, kush ka për jush mundësi të martohet, le të martohet. Çfarë mundësi? Mundësi fizike, mundësi intelektuale, mundësi financiare, le të martohet, çka pret? Mirë po ne presim të kryjm fakultetin, ne presim të punësohemi me rroga më të mira se 95% e banorëve të vendit tonë, ne presim të kemi shtëpinë më të mirë se 70% e banorëve të vendit tonë. E këto sende nuk mund të arrijnë vetëm se nga 1% e njerëzve, ose 2%. Çka mbet puna me ata tjerët? Për këtë shkak, nëse i vjen njeriu të rasti, qoftë vajzë apo djalë që të martohet me dikë që është i mirë, që është i sjellshëm, i moralshëm, që e do Allahu dhe dërguarin e tij sallallahu alajhi wasallam, let mos ta humb atë shans.